Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Vijon dështimi i seancave konstituive të Kuvendit të Kosovës. E fundit dështoi përpjekja e 7 me radhë. Propozimi i lëvizjes vendosje për zgjedhjen e Albulena Xhiut për kryetare të Kuvendit nuk gjeti miratim. Të nderuar kryesues të seancës, lëvizja vendosje sërish propozon zënën Albulena Xhiu për kryetare të Kuvendit. Nderuari kryesues, kërkoj që ta çetni në votim këtë propozim, kurse juve të nderuar koleg, ju kërkoj që ta mbështetni me votën tuaj. Zënën Xhiu. Për herë të pestë ajo mori 57 vota nga të paktën 61 vota të nevojshme për të zgjedhur. Kundër votuan 41 deputet, ndërsa 3 abstenuan. Për janë 57 vota, 41 kundër dhe 3 abstenime. Konstatoj se deputetja e propozuar për kryetarët të Kuvendit nuk i ka marrë votat dhe e ndërpresim seancën, shihemi në 29 prill në orën 10. Seanca konstituive do të vazhdoj me 29 prill në orën 10, bëri të ditur kryesuesi i saj, Avni Dehari. Majoranca në Kosovë është e vendosur për të mos hequr dorë nga propozimi i Albulena Xhiut për krye parlamentare. Ministri i Detyrë Financave Kuran Murati tha se ata që votojnë kundër zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit bëjnë bllokadën. Kemi kryer obligimin ton kushtetues edhe duke votuar për. Pra e shihni që në vazhdimsi votat tona janë për. Ata që thonë se po bllokohet konstituimi, nga të gjithë dhe gjithë duhet ndajnë përgjegjësinë barabartë kanë gabim, sepse me vot për nuk ka blokadë. Pra blokada bëhet kur nuk voton për, kur voton kundër ose abstenon ose nuk merr fare pjesë në votim. Ministri i Financave komentoi dhe votën kundër në Kuvend. Pra ajo çfarë po mungon në këtë rast është që votat e deputetëve subjekteve shqiptare që përfaqësojnë subjekte shqiptare të marrin pjesë në konstituim të Kuvendit dhe të zhbllokojnë procesin. Pa një ndryshim që tek votat kundër pati pra një rënje. Herën e kaluar kishin qenë 46 vota, kurse sot i patëm 41 vota. Shpresoj dhe uroj të bëjnë hapin e radhës dhe deri në seancën tjetër, pra të marrin përgjegjësinë që u ka dhënë qytetarit, të mos refuzojnë mandatin e tyre dhe të votojnë për konstituim të Kuvendit. Kryetari i listës Guxo në Kuvendin e Kosovës, Faton Peci, bëri sërish thirrje partive të tjera që të votojnë kandidaten e lëvizjes vendosje për krye parlamentare Albulena Xhiu. Është papranueshme që partitë opozitare thonë që këtë drejt që u ka dhënë qytetari edhe interpretimi i gjykatës kushtetuese na lejonin neve që ne ta kemi të drejtën që ta zgjedhim se kush duhet të jetë kryetari i Kuvendit. Mendoj që ky është boshti i problemit edhe rrugë zgjidhja që duhet më dalë. Opozita në Kosovë kërkoi mbajtjen e përgjegjësive nga vetvendosja për zhbllokimin e situatës në Kuvend. Kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku pas dështimit të seancës së radhës konstituive tha se nuk e di se pse lëvizja vetvendosje nuk po bën zgjidhje, ndërsa deputeti LDK Safrim Gashi tha se pret që lëvizja vetvendosje të bëhet më e përgjegjshme për kapërcimin e bllokadës së krijuar në Kuvend. Ishte Safrim Gashi. Në emër të PDK-s reagoi dhe kryetari i saj Memli Krasniqi. Ai deklaroi se kjo bllokadë është e qëllimshme nga ana e vetvendosjes pasi Albin Kurti, sipas tij, nuk mund t'i bëjë votat për kryeministrin dhe me këtë rast është duke e sakrifikuar deputeten Xhiu. Insistimi arbitrar i vetvendosjes për Albulena Xhiun po e pamundson që të lëvizën nga ky pozicion. Demokracia është verdikti i shumicës. Nëse këta nuk e kanë shumicën parlamentare, s'mund ta imponojnë vullnetin e tyre me zot. Andaj edhe sot, ftesa ime është e njëjtë siç ka qenë ditën e parë. Ndrojeni kandidatën, kërkoni një kandidat që merr besimin e shumicës së parlamentit, sepse përndryshe vërtet është e papranueshme, është edhe e turpshme dhe mbi gjitha është dëmtuese për vendin tonë. Kryetari i Nismës Social-Demokrate në Kosovë, Fatmir Limaj, shpreson se do të reflektohet për ndërtimin e një shumice në parlament dhe qeveri. Sipas tij është parë mjaftueshëm ngërçi në Kuvend dhe se tani po pret reflektim që të krijohet një shumicë në Kuvend dhe për formimin e qeverisë. Një gjë është e qartë. Duhet të krijohet shumica parlamentare e cila zgjedh edhe Kuvendin dhe qeveri. Shpresoj që mjaftueshëm janë është parë dhe ështëësuar. Po besoj që do të reflektohet edhe nga datë, do të ketë kapacitete për të ndërtuar një shumicë për të dhënë Kosovës një shumicë qeverisë, e cila reflektohet edhe në parlament edhe në qeveri. Pas dështimit të seancës konstituive, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, kërkoi ndërhyrjen e presidentes Osmani. Sipas saj, ky hap është i nevojshëm për të zhbllokuar situatën. Ta duke e parë që zonja Xhiu nuk i ka votat, po përsërisen me qenë si kandidate për krye parlamentare zonja Xhiu dhe kjo po bëhet me qëllimin e bllokimit të konstituimit
të kryesisë së kuvendit dhe zgjedhjes së kryesisë së kuvendit në fakt në kryetarëve, po edhe kryetares së parlamentit, që të mos kalojmë në fazën e dytë që është zgjedhja e qeverisë. Aktualitet. Kosova kujton personat e zhdukur nga lufta. Presidenti i Republikës në ditën kombëtare të zhdukurve me dhunë shkruan se ata që mungojnë një plaga me thellë e luftës. Sipas Vjosa Osmani, drejtësia përtash një premtim që nuk shuhet kurrë. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se pas 26 vjetësh nga përfundimi i luftës, Serbia vazhdon të refuzojë hapjen e arkivave që mbajnë të dhëna për të zhdukurit me dhunë dhe për varrezat masive. Ky refuzim është përsëritje e përditshme e krimit jo vetëm ndaj viktimave, por ndaj familjeve të tyre dhe ndaj gjithë Kosovës, shkruan kreu i shtetit në Kosovë përmes rrjeteve sociale. Kryeministri Albin Kurti kërkoi të rritet presionin ndaj Serbisë për hapjen e arkivave dhe zbardhjen e të vërtetës për krimet e luftës të kryera në Kosovë. Shefi i qeverisë tha se kjo është e nevojshme për të sjellë drejtësi dhe për të ndëshkuar përgjegjësit për genocidin që ndodhi në vend. Është domosdoshme këmbgulësia dhe efikasiteti i sistemit tonë të drejtësisë, por gjithashtu edhe mbështetja ndërkombëtare për këto krime të pazbardhura, të cilat kërkojnë përgjigje sa më parë, apelon Albin Kurti. Shefi i qeverisë përkujtoi masakrin 27 prillit 1999 në Mej dhe në Korenic, ku 376 civil shqiptar u vranë nga forcat serbe. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur në Kosovë, Andin Hoti, tha se të zhdukurit janë një plagë kolektive që prek tërë shoqërinë kosovare. Ai nënvizoi se nuk mund të ketë normalitet pas bardhjen e së vërtetës dhe vendosjen e drejtësisë. Të zhdukurit dhe plaga jonë nuk është individuale, por është një plagë që prek gjithë shoqërinë tonë. Është një plagë që nuk mund të ketë normalitet, siç kam thënë edhe hera të tjera, pa u zgjidhur, pa u treguar vërteta dhe pa ardhur drejtësia në vend. Sipas Hotit, të zhdukurit nuk mund të harrojnë as të shërohen vetëm me kalimin e kohës, por vetëm atëherë kur e vërteta të dalë në dritë dhe drejtësia të vjet në vend për secilën familje. Të zhdukurit nuk mund të shërohen si plagë vetëm me kalimin e kohës. Kjo plagë do të shërohet vetëm atëherë kur drejtësia do të vjen në vend, vetëm atëherë kur e vërteta do të tregohet familjeve. Siç e dim tashmë dhe që po e potencojmë që disa zhdukjet, rasjet apo edhe dërgimi i trupave me frigoriferë dhe pajisje ndryshme në varreza masive në Serbi nuk janë thjesht akte lufte. Ato janë krim kundër njerëzimit, ato janë gjenocid i pastër. Nga një maj pa kontrolle në kufirin Kosovë-Shqipëri, të dhënat e fundit nga dogana e Morinës tregojnë se deri në mesditën e së shtunës në territorin e Shqipërisë hyn rreth 4300 shtetas dhe rreth 2000 mjete, ndërsa në Dali u regjistruan 3800 shtetas dhe rreth 2000 mjete. Për të përballuar fluksin, autoritetet po punojnë me të gjitha sportelet dhe për të shmangur pritjet e gjata gjatë kontrollit në dogan. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Maqedonia e Veriut shton shërbimet online për qytetarët. Në portalin kombëtar për shërbime elektronike ofrohet dhe dëshmia penale për personat fizik dhe për personat juridik. Shërbimi i ri për vërtetim digjital të dëshmisë së penalitetit plotëson paketën e shërbimeve më të rëndësishme të digitalizuara për qytetarët, përveç atyre që janë në dispozicion: certifikatet e lindjes, certifikatën e shtetësisë dhe certifikata për pronësinë e automjetit. Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, duke njoftuar përgjithësinë në konferencën për media, tha se bëhet fjalë për shërbimet më të përdorura nga gjykata themelore, të cilat së bashku me plotësimin e paketës së certifikatave gjyqësore për të cilat qytetarët dhe kompanitë kanë nevojë çdo ditë, përbëjnë paketën e mosdënimit. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon zgjedhjet parakohshme parlamentare që do të mbaheshin bashkë me zgjedhjet lokale në tetor. Vendit i duhet stabilitet afatgjatë politik që mund të sigurohet vetëm përmes mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale, apelojnë nga opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sipas BDI-s, ky vendim do të krijojë hapësirë pa përballje zgjedhore dhe për disa vjet duke mundësuar elitave politike të hyjnë në procese të thella për shpëtimin e dosjes europiane të vendit dhe për kapjen e mundësisë së fundit për të rikthyer në rrugën europiane së bashku me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Koalicioni i qeverisë Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut thotë se BDI ka frikë nga drejtësia, pasi çdo institucione ka shndruar në deg partie. Sipas saj, Vlen është një qeveri për të zbatuar ndryshimin që shqiptarët e kërkuan me zë të lartë dhe nuk mund të ndalet derisa secili shqiptar të ndihet i lirë, i barabartë dhe me dinjitet në vendin e vet. Shumica e qeverisës e thotë se në tetor në zgjedhjet lokale Vlen do t'i fitojë të gjitha komunat shqiptare. Kryetari i Kuvendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, nuk beson që ndryshimet në Vlen ose ato në qeveri do të ndikojnë në stabilitetin e qeverisës dhe bëhet fjalë për zgjedhje lokale të ndryshme nga ato qendrore. Kryeparlamentari Gashi deklaroi se nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh në numrin e deputetëve dhe se shumica është e qëndrueshme.
Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut në opozit, Zjadin Sela, mohon takimet me kryeministrin Ihtre Mickovski. Në rastin e një takimi të tillë, Sela thotë se do të bisedojë për çështjet me interes për shqiptarët, fillimisht votimin e ndryshimeve kushtetuese, çështjen e shqipëve, por dhe vendimarrjen në gjykatën kushtetuese me Badenter. Rreth këtyre kreu Aleancës fton të gjithë faktorin politik shqiptar në vend të bashkohen. Këto qëndrime Sela i bëri të ditur gjatë takimit me gazetarët në përvjetorin e 8-27 prillit, ngjarje së dhunshme në kuvend, nga e cila i rezultoi me lëndime serioze. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.